Kena dal me bo një gjyre në për qytet e me pa se kjo Safe City apo Safe që i thëna na, a është e balansume në aspektin se a i ka të balansume kamerat, ka mos apo në gjdo vend krejt njësoj. Do me thonë se si gjdo liqë që është e balansume, edhe kjo du të më konë njësoj. E jo për shemull me një vend këshirët ma pak, e me një vend këshirët ma shumë. Me një vend kese ma pak dënime, e me një vend tjetër të kese ma shumë dënime. Po, në këtë vendet e këtë antë, duhet mu këshirë tamam. Se edhe ne edhina që puna është tamam, kur në për krejt antë është njëjtë. E për atë kena dalë me bo gjyre në për qytet, me pa se sa kamera janë. E për atë arsye kena dalë me bo gjyre në për qytet, me pa se ku janë nume kamerat, ku ka ma shumë, e ku ka ma pak. Prej ku përna kapin ma shumë kamerat, në për cilët lagje ka ma shumë kamera, e ku ma pak. Për atë arsye kena dalë me bo këtë gjyre. Në ndeshni, hajdeni. Pra për momentin, si qeni të po, jena këtu në qajrë, në për lagjët se ku jetojmë na. Si qeni të po, vetëm të ki bandera që kam i thonë, janë 3 kamera të instalume. Vetëm të kjo, kurse tash kena me shku ma nalë, keni me po hapet, se ka halo ma shumë kamera. Pra vetëm në qëket rreth nëse e bëjmë e sop, janë diku 7 kamera. Po, hajde t'ja u të regojmë më stjese veç laf, kjo që po thamë 7 kamera, hajde. Pra, si qeni të po, 2 këtu janë. Unë e tha 7, po dullën 8. Një që atje, more dullën tash më... Na dullën ma shumë. 3, 5, 6, 7, 8 kamera. 8 kamera vetëm e një redh të vogël. Zdi që kam i thonë kësaj pune. Po, hajde se nuk ka veç kjo, hajde shkojmë të shumë edhe tjetër ku ka. Pra, hiq ma pak se 700-800 metra, maksimum 1 kilometr prej vendit ku e fillum gjirimin, gjindemi tash për momentin. Do më thonë edhe këtu janë 2 kamera, ka kjo anë, një këtu, si që një të po të ki bander, edhe 2 janë të banderi tjetër, nuk e di a shifën prej dilit. Do më thonë, këto janë pozicionet që na vëzhgojnë kamera, do më thonë prej 4 anëve të rrugës, ketë kamerat na vëzhgojnë. Po nuk është e tëra kjo, veç edhe pak ma largë me shku, një 500 metra për këtu, do shkojmë, do i shifni për sëri kena kamera. Hajdeni. Pra, si që thash, heq ma largë se 500 metra, i kena këtu semaforat, do më thonë, për sëri këtu i kena edhe 2 kamera. Do më thonë, 2 kamera ka kjo anë, ku e në pozicionum në me kërë, 2 janë të banderi tjetër, edhe 2 janë kana tjetër, do më thonë, ka semafori tjetër. Do më thonë, vetëm shket 4 orë, me thonë, janë diku 6 kamera. Nëse ka edhe ma shumë, po s'jam të i pa për momentin, se ka dil ka që kjo onë, po garant ka, dikon 8 du të më konë. Do më thonë, vetëm e një 4 orë të vogël, janë diku 8 kamera. Pra, kjo është rruga që e lidh Qajirin, Topanskon edhe Botelin me një ven. Për sëri, pra, si që një te po, 2 kamera këtu, 2 të ki banderi tjetër, 2 atje poshtë, do më thonë, prej ati bulevarit që vinë për të nalë të kerat, janë 2 kamera, total 6 kamera apet me një distancë shumë të vogël, do më thonë prej pikës A, me thonë dhe të pika B, një distancë shumë e vogël që përsëri janë të instalume 6 kamera. Unë shumë të kuptu një sen, a jena në Big Brother, a ku jena o vla? Kush është i nominuari për këtë javë? Publiku, votoni. Ama me mesazhe votohet këtu, s'dia e dini, do më thonë me mesazhe votohet. Vetëm se këtu mesazhi kushton pakës. Do më thonë, kushton, mund të kushtu 300 euro, 500 euro, kujdjune, më varësisht, do më thonë, qish ju kap kamera, edhe mesazhe qaq mund të më kushtue. Pra, si që një të po, vetëm këshire ku pika ku kem parzit. Qej semaforat ku janë, do më thonë, as 100 metra me thonë, hajde. Kamera tjera. Do më thonë, edhe 4 kamera në këtë vend e kena. Pra, si që një të po, edhe të ki bander janë një 3-4 kamera,
Po, 4 kukan. Pra jemi këtu të rrethi, më saktësisht me thonë që e lidh Çairin me Severin, me thonë, apo Shkup Veri, që doni thënë ju. Edhe të ky rrethi këtu, do më thonë, janë 4 kamera. Pra si që po, do më thonë, me një hapësirë shumë të vogël, me thonë, janë të instalume diku 20-30 kamera, më zgabofsha. Tash shkojmë të tërkon. Pra, dal nga dal, do më thonë, po him në për lagjet e aerodromit, edhe të shohmi se në për këto lagje, sa kamera janë, ku janë, apo ma saktësisht me thonë, a janë najkun. Këtë këto do ja u tregojmë pas pak juve. Pra, për momentin i jena tu shëtit në për lagjet e aerodromit, deri tash, do më thonë, nuk e kom pa as një kamerë të instalume në as një bander. Për pak, do më thonë, do parkomi në një vend edhe do shifni edhe vetë se a ka apo nuk ka kamera. Okej, pra për momentin jena të një ndër lagjet e aerodromit, ku se që një të po rruga është vetëm drejt, ku najkush mundet me marrë tur me pucit kerin 260, po a ka kamera që e kap? Semaforat shprast, nuk ka. Këto semaforat e tjera shprast, nuk ka. Po hajtë ndështë të qëto semaforat pak ma poshtë që janë atje, pra si që një të po, ndështë ka, qëkojmë ta kontrollojmë, bon vaki ka, hajde. Pra si që një të po, asë këtu nuk ka. Do më thonë, asë ka kjo pjesë që vinë gjerat prej nalt poshtë, as të pjesa tjetër që prej poshtë shkojnë nalt. Gjerat nuk ka as një kamerë. Po hajtë ta bojmë edhe një gjiro, ndoshta gjejmë naj kamerë tjetër. Najkun ndoshta e kanë lanë për heshi, ku me ditë. Hajde. Pra, jeni të po jeni edhe të këto semaforat tjera, si që jeni të po, as këto nuk ka as një kamerë. Pra, krejt udhkryqi është shprast. Të shohmi të shpohin pak ma fell në për aerodrom. Mos po gjejmë në një për baksus. Pra as të këto semafora s'ka. Vazhdojmë të semaforat e tjera. Pa hirin dhe shta ka met në një. Unë për vetis jam të po. As të këto semafora nuk ka. As të ato atje karshin nuk ka. Vazhdojmë të këto tjerat. As të këto nuk ka. Edhe ka në e kondërt nuk ka. Qemo, semaforin vetin e të po, as këto nuk ka. As të në e kondërt nuk ka. Pra si që një të po, edhe të këto semafora nuk ka. I kena edhe një parë semaforat qëto, as këto s'ka. Si që një të po, dhe më thonë ka kjo pjesë, nuk ka kamera. Që edhe semaforat e fundit, nuk ka. Të shovna pak ma poshtë, te stacioni i trenit, a ka, a s'ka. Pra, komplet rruga, si që një të po, dhe më thonë, është bosh, as këtu dhe më thonë, kamera nuk ka. Të shofni mas këtyve semaforave, a do ketë kamera. Do më thonë, deri te stacioni i trenit, nuk ka kamera. Do më thonë, si që pot, e bënëm një rotull aerodromit, nuk mujtu me pas një kamerë. Tash e shofni mas stacioni i trenit, a do ketë. Okej, tash të këto semaforat pra që lidhësh për ka Vero Jumbo, pas ka kamera, po këto se dhja i përkasin në aerodromit, po. Edhe këto garanti kam mnu me amat shpejtësien trenit nalt, se di për çfarë roli i kam mnu këto. Garant, trenin e matin sa shpejt shkon. Hajde, vazhdojna. Nejse, na do me thonë, pe përqojmë një mesazh shumë qytetarë na kanë drejtu të na. Si pyetje, pse nuk ka
kamera në për lagjet e aerodromit? Kjo është pyetja. Po, dhe më thonë, sa e kalum Vero Gjambon, i pat të hekurudha, dhe më thonë, të stacioni kënë kamerat dhe kamerat e dyta i kena këtu. E pat, tash i shifni edhe kamerat e treta që zhvin e ren, një pas një. Dhe me thonë, për një distancë shumë të shkurt, përsëri këtu i kena kamerat e tjera. Te kjo pjesa këtu. Neve na kam rri edhe një mesazh shumë interesant që thuhet se edhe në për lagjet e Gjorçës ka shumë kamera. Kështu që do shkojmë ta shohim edhe atje se çish tek është puna, do shihni edhe ju bashkë me neve. Një sen që është una giligit trunin është se këto kamerat e sejfës a janë të bashdarume. Do më thonë, njëjtë sigur kur shkon pazar blejnë kompira, speca, patligjona, edhe që sënimat në aparato vagat që nuk janë të bashdarume që binë në institutin e meteorologjisë, njëjtë duhet më konë edhe këto kamerat, do më thonë, të bashdarume, se a kapin mirë, a e matin mirë shpejtësien, a janë të instalume mirë, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Do më thonë, sikur vetët për vagat, na po vesmi për kamerat. A janë të bashdarume, apo edhe këto janë sikur ato sahatat e strujës, që janë kutura, pa u shall, që vetëm të marrin apo të vjedhin pare sa të mujnë. Pra, këtu e kena një kamerë. Të shohmi tash pak më të nalta, ka kamera tjera ajo, vetëm se jena për momentin Gjorçe edhe e shohna si është situata këtu. Edhe një kamerë kena që aty, si që pat. Për momentin jena në hymje të Sarajit, në fakt hecëm në për lagjet e Gjorçës, edhe i gjetëm vetëm 2 apo maksimum 3 kamera. Edhe ato kamerat ishin të vendosta sa ma afër Sarajit. Dhe të njëjtën kohë, 4 kamera këtu prapa meje janë në hymje të Sarajit. Tash edhe diçka tjetër po ma ziglon trunin. A thu këto kamera jam nuk vetëm për qytetarët e Sarajit? Zdi, thjesht pyetje po bëj.